Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në emisionin Shqipëromisht, na njihni pastaj na paragjykoni. Shtunetralen patjavalen, mishtalen amare emisioniste ti romani qip, em ti gagjigani qip. Dishen amen sorate dhe në tumaro angli patjejpe. Ja ku po takojmë për përsëri dhe si zakonisht dhe sot ne do të përcjellim lajme dhe kronika që lidhet me jetën e komuniteteve rome dhe egjiptiane dhe më gjerë. Avdiveti kasamen sartova vera emisionja, ka nastu me njëni vimata emokronice o gjivdipe, i problematika e dy komunitetenje, o dova rom e me gjiptian. Dhe konkretisht në emisionin e sotëm do të keni mundësi të ndiqni një material në lidhje me frekuentimin e Universitetit Fanoli nga të rinjtë rom dhe egjiptian në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit midis Bashkisë së Korçës dhe Unionit të Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi, si dhe të tjera lajme dhe kronika. Shikim të këndshëm. Avdiveka dishen amare emisioniste jek informacja e studententar amare Universiteteste Fanoli Angli Korça. Ka dishen e dysherutnen amare komunate kaj firmosinde o memorandumi kaj na diskriminacja to institucionja. Sarili vavera informacja, shukar dikipe. Të rinjtë rom dhe egjiptian po ndërgjegjësohen për frekuentimin e shkollave të larta. Kështu numri të rinjve rom dhe egjiptian që ndjekin Universitetin Fanoli në qytetin e Korçës nga viti në vit po shënon rritje. Për më gjerë le të ndjekim materialin e përgatitur nga grupi ynë i xhirimit. Numri të rinjve rom dhe egjiptian që ndjekin Universitetin Fanoli në qytetin e Korçës nga viti në vit po shënon rritje. Duke ju referuar statistikave 5 vite më parë, universiteti ndiqej nga vetëm një student rom, kurse tani ka mbi 20 të tillë. Sipas rektorit Gjergj Gjimero, në radhët e komunitetit rom po vijë re një interes në rritje për shkollimin e të rinjve. Për frekuentimin e të rinjve rom dhe egjiptian, në universitetet po zbatohet edhe politika lehtësuese. Nga vitin vit ka erdhur numri në rritje. Unë t'ju them një fakt që kur kam filluar punën si rektor në 2008, ka qenë vetëm një studente nga komuniteti rom dhe ne asaj i dham edhe bursë për ta stimuluar në fakultetin ekonomik dhe pas 3 vjetësh numri vajti tek 23, që mendoj është i ulët në krahasim me të rinjt e këtyre komuniteteve që mbarojnë arsimin e mesëm apo dhe shkollat profesionale. Por besoj se tani ka filluar një angazhim dhe interesim më i mirë dhe i familjeve të tyre dhe i vetë rinjve rom dhe egjiptian për të vazhduar arsimin e lartë. Gjatë tyre 4-5 viteve ka erdhur në rritje numri. Pavarësisht se është një numër i pakët, por dhe këta 23 që ishin vjet, besoj se kanë bërë atë punën e duhur me familje dhe me fëmijët e tjerë të këtyre komunitete për të vazhduar shkollimin. Dhe e dyta sepse sot, siç po e shikojmë që në çdo vend pune të ri që çelet dhe ku ata dhe pretendojnë të ingranohen në gjithë jetën shoqërore të vendit dhe sociale, duhet të jenë me një arsim përkatës dhe ata e ndjejnë këtë mangësi që kanë, prandaj dhe kanë filluar tani të kenë ambicie dhe të vinë. Ne kemi studentë nga komuniteti rom dhe egjiptian që janë dhe me rezultate të mira përgjithsisht, pra nuk vinë vetëm sa për të kaluar kohën në universitet, po kanë ambicie të mbarojnë dhe mirë. Ne përveç se promocionit që bëjmë për të gjithë programet e studimit, jo vetëm në qarkun e Korçës, por dhe më gjerë për ato që ofron Universiteti i Korçës, jemi munduar që këtyre studentëve t'i qëndrojmë më afër edhe në shkollë për t'i lehtësuar dhe ndihmuar, ndoshta edhe financiarisht ata. Unë kam komunikuar me dekanët e fakulteteve dhe përgjegjësat që në rastet kur kemi të tillë studentë që na vinë dhe nga shtesa sociale në nevojë, ti përkrajmë dhe mbështesim edhe me literaturë apo me libra dhe falas tonat. Qeveria po ashtu me vendimet e posaçme që nxjerr çdo vit fillim viti akademik i ka ulur deri par vjet e kishin tarifën e shkollimit 0 dhe tani e kanë me 50% tarifën e shkollimit të çdo programi studimi. Pra edhe këto politika lehtësuese janë. Mero thekson se ndërgjegjësimi i komunitetit rom dhe atij egjiptian për arsimimin e të rinjve do të jetë një mundësi më shumë për punësimin dhe integrimin e tyre në jetën shoqërore të vendit. Oternea ka le dy komunitetenje o doa rom e me egjiptian a ka le bresha i si pobut studentja të universiteti po shukar të me ndiqen shune so aneda amari grup. Oternea minoritetsce rom e Moldova egjiptian të Universiteti Angli Korça a ka le bresha i stale pobut studentja ka të duj komunitetja. Vaqereda u shërutnoj universitetejsko o gjesh mero. Anglal panqe breshende na i sine pobut ka të ek studenti. Ka të minoriteti rom, a këna dikasa i stale pobut ka të bish studentja. Katar o duj komunitetja. Amaro universiteti që reda jek shukar politika, a ka le studentencar, akademik sa rodova rom e me egjiptian,
Sar vaqereda o rektori a kale universitetesko o Gjershmero kaj a kale komunitetendar të oven po pashe të shkolle, saro dole shkolle profesionale em të aven amare universiteteste, kan të epiteren pi akademia ka oven po pashe, kaj të gjiren të butja kaj ka oveden lazemi. Samo akal a kale komunitetia ka gjiren të integracia, e vaver populaciasar, amare dizate em të Albania. Në shoqërinë e sotme shqiptare lufta kundër diskriminimit po shihet me përparësi por me vetë faktin pasi ende është i pranishëm veçanërisht në shtresat vulnerabël. Në këtë kuadër është nënshkruar dhe memorandumi bashkëpunimit midis Bashkisë së Korçës dhe Unionit të Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi. Në nënshkruhet memorandumi bashkëpunimit midis Bashkisë së Korçës dhe Unionit të Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi. Ky memorandum është firmosur nga kryetari i Bashkisë Niko Peleshi dhe koordinatorja për të drejtat e njeriut Irma Baraku. Firmosja e këtij memorandumi do të krijojë më shumë hapësira me qëllim ndërtimin e një qyteti sa më social, ka theksuar kryetari Peleshi. Sapo kemi firmosur një marrëveshje bashkëpunimi e cila institucionalizon në fakt bashkëpunimin me Komisionerin për Mbrojtje nga Diskriminimi. Mendojmë që me këtë marrëveshje, me këtë bashkëpunim të ri që po fillojmë sot, përpjekjeve tona, planeve të Bashkisë qytetit Korçës për të ndërtuar një qytet më social, më human, më përfshirës për gjithë shtresat, për ato në nevojë dhe ato që kërcënohen nga diskriminimi, mendojmë që i jepet një dorë, pra krijohet një hapësirë e re për të qenë të suksesshëm projektet tona. Jam i bindur që duke përfituar nga ekspertiza apo nga misioni që zonja Baraku, pra komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi ka, do të mund të ndërtojmë dhe të iniciojmë projekte të reja, pasi siç e dim, qyteti Korçës është një qytet që ka problematik të fortë sociale, ka një komunitet rom dhe egjiptian, i cili është në numër goxha i rëndësishëm për qytetin tonë, por edhe në cilësi në fakt, sepse është pjesë e mozaikut të diversitetit të kulturave të qytetit tonë. Firmosja e këtij memorandumi është vlerësuar edhe nga Irma Baraku, koordinatore për të drejtat e njeriut. Atëherë së pari desha të falenderoj kryetarin e Bashkisë për gatishmërinë e nënshkrimit një marrëveshje të tillë dhe formalizimit të një bashkëpunimi mes Bashkisë Korçë dhe institucionit të Komisionerit për Mbrojtje nga Diskriminimi, si institucion që ofron mbrojtje për çdo subjekt nga sjellje diskriminuese. Ne konsiderojmë si shumë të rëndësishëm vendosjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit me pushtetin vendor, sepse ai është pushteti më afër qytetarëve dhe që ofron një numër goxha të madh shërbimesh për qytetarët e vet. Në këtë aspekt, ky është si thua edhe thelbi i marrëveshjes së bashkëpunimit që ne nënshkruam sot dhe që besoj do të implementohet padyshim në formë të plot në vazhdimsi. Normalisht kjo marrëveshje bashkëpunimi është pjesë e një tërësi marrëveshjesh bashkëpunimi që po nënshkruajmë me kryetarët e bashkive në kuadrin e mbështetjes nga një projekt i UNDP-s, e cila po na mbështet pikërisht për të vendosur kontakte dhe marrëdhëniet jo vetëm me institucionet që drejtojnë pushtetin vendor, por njëkohësisht edhe në mënyrë të drejtë për drejtë me komunitetet. Në këtë kuadër në vazhdim ne do të kemi një takim edhe me komunitetin e Bashkisë Korçës, ku normalisht çdo qytetar është i ftuar të marrë pjesë dhe të prezantojë edhe problematikat që kanë, që pastaj do të bëhen prezent edhe për institucionin tonë edhe për Bashkinë Korçë. Në shoqërinë e sotme shqiptare, lufta kundër diskriminimit po shihet me përparësi për vetë faktin, pasi ajo ende është e pranishme veçanërisht në shtresat vulnerabël. Për t'i thënë ndal diskriminimit apo dhunës në familje dhe jashtë saj, kërkohet një ndërgjegjësim më i madh shoqëror, është nënvizuar gjatë nënshkrimit të memorandumit. Sarxanela ka i vaqerdoveda na diskriminacja, amare dy komunitetende diqolla po butokova fenomeni, i sherutnika i stali na diskriminacja ti populacja, ali amare dizate firmosendaso memorandumi amare komunasar, ka i matovel diskriminacja to komunitetja. Jek shukar buti qerdas i sherutni Irma Baraku, ka i sito kurtaripe na diskriminacja to minoritetja em tivaver populacja. Amaro sherutno e komunako o Niko Peleshi, em i sherutni Irma Baraku firmosindeje kontrata ka i tavlol akja organizata mare komunate. Ka i sito kurtaripe na diskriminacija. Sarxanjolla sariti Albania i si bari diskriminacija. Ka to institucionja sar komune, policia, prekurorie, shkolle, doktoria, gjikajti media. Romalen, alo dive të vaqeras dostar,
ka i penjoll për stop na diskriminacja të minoritetja, sa rriti Albania. Në kuadër të luftës kundër diskriminimit, Instituti i Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi ka kontaktuar drejt për drejt me qytetar apo grupe individësh që kanë pretendimet e tyre për sjellje diskriminuese, por edhe për njohje nga afër të problemeve nga ana e vetë komisionerëve. Institucioni i Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi ka organizuar një takim në kuadër të ditës së hapur kundër diskriminimit. Kjo veprimtari për organizatorët kishte si qëllim realizimin e kontakteve të drejtë për drejta me qytetarët apo grupe individesh që kanë pretendimet e tyre për sjellje diskriminuese, por edhe për njohje nga më afër të problemeve nga ana e komisionerëve. Për Irma Barakun, pas përfundimit të ditëve të hapura që po zhvillojnë në disa qytete të vendit, të gjitha problematikat e hasura shumë shpejt do të bëhen të ditura. Ajo që duhet them është që në çështjet individuale që janë sjell pranë nesh, nga shoqatat që përfaqësojnë komunitetin rom, kemi pasur çështjet e diskriminimit të kryesisht të studentëve rom në të drejtën e tyre për të përjashtuar nga tarifat mësimore, tarifat e ndjekjes së shkollës së lartë. Në këtë aspekt mund të them që ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë edhe me shoqatat, po edhe me universitetin, i cili pas marrjes së informacionit dhe kërkesës për shpjegime dhe nga institucioni ynë, është treguar i gatshëm që të pikërisht t'i përjashtoj këta student nëpërmjet ose mos pagimit ose rikthimit të atyre që kishin paguar tashmë. Se sa i madhe është problematika, është edhe një perceptim i përgjithshëm i shoqërisë, por këto ditë të hapura që ne po organizojmë në disa bashki të Shqipërisë, po na tregojnë edhe kush janë problematikat kryesore. Në fakt si institucion ne kemi hartuar një plan strategjik i cili që në fillimet e veta ka hartuar dhe një skicë të komuniteteve që janë më në vështirësi. Dhe normalisht duke u referuar raporteve të ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, të shoqërisë civile, po edhe të institucioneve shtetërore, ka dalë që pikërisht problemi i punësimit dhe i strehimit janë problemet kryesore që i referohen komunitetit rom dhe egjiptian. Nuk mbeten mbrapa dhe problemet me shërbimin shëndetësor dhe të edukimit. Por vlen të përmendet që në aspektin e mosdiskriminimit ekzistojnë detyrime për të marrë masa pozitive në mënyrë që komunitetet të cilat janë dukshëm në një nivel më të ulët, po themi qoftë ekonomik, por edhe në nivel më të ulët të ofrimit të përfitimit nga këto shërbime, ti ofrohen për masat, merren masa pozitive që ta nxisin trajtimin e barabartë ose afrimin me nivelin e komuniteteve pjesës tjetër të shoqërisë. Për komunitetin rom ka njësër aktesh ligjore dhe nënligjore në fushën e edukimit, që unë do t'i konsideroja një hap pozitiv për të realizuar marrjen e këtij shërbimi që është arsimimi për këtë komunitet, ndërkohë që kërkohen ndërhyrje në rishikimin e legjislacionit për të lehtësuar praktikat e përfitimit në fushën e strehimit, sepse besoj që ka kritere të cilat e vështirësojnë marrjen e këtij shërbimi. Në rastet kur hasen politika diskriminuese, Baraku thekson se duhet të merren masa për të rregulluar situatën e krijuar, në veçanti tek fëmijët, por edhe në radhët e komunitetit rom dhe atij egjiptian, si edhe në personat me aftësi të kufizuar. Zonja Irma Baraku ka përshëndetur edhe kanalin ton televiziv që trajton problemet që hasen në komunitetin rom dhe egjiptian. Në fundit personalisht median e konsideroj si një aktor të fuqishëm, jo me kote ka emrin pushteti 4. Dhe në këtë aspekt më thënë është mjeti më i mirë për të ndërgjegjësuar njerëzit edhe për të tërhequr vëmendjen tek një problematike caktuar. Baraku, duke vlerësuar punën e stafit të këtij emisioni, ka theksuar rëndësinë e vazhdimësisë me qëllim që krahas problematikave të trajtojnë edhe tema sociale me karakter sensibilizues dhe integrues. I shërutni Irma Baraku na diskriminacja të populacja, qërdas je kidipet i biblioteka e populaciasar, e me organizatasar ka instaler amare dizate antikorqa. I shërutni manglas ka të shunel i problematika kato komunitetja, po dyzi e mshukar. I shërutni na diskriminacja ti Albania qërdas je kidipet ti biblioteka antikorqa. Ka i sine ili shërutne ka të aver komunitetja e më organizate romandikane e me egjiptian, amare komunate korqa. I bari shërutni Irma Baraku va qërdas piro programi, ka i sida a kale organizatate. Të okurtari pe na diskriminacija ti populacja e në to minoritetja. Aska ti policia
Prekuroria, organizate kato institucionja amarera e peste, ti Albania. Amen gjanasa, ka jo duj komunitetja sa roduarom egjiptian i silen majbu diskriminacija sër të butja të qërajem të shkolle, ka istale o maksëmja a kale komunitetenjë. Bari diskriminacija o vedajm të familje a kale duj komunitetente, ka jo rom areda e romna, mo maksëmja diqena a kja diskriminacija, ka jo veda të familje. Ma muqen kaj të ove diskriminacija, da të mare familjende, gjikaj të viram linja, të komune kaj situmen. O sherutne organizatace, ushtindile vaqerde, kaj amen na puqeda buta mari komuna. Mo institucionja kaj istale amaredizate, tu qeresa i ekshukar buti, kaj amen desa a kja informacija, kaj sarte rodas amare dyzlëqja, ka mushtadovena. Tu qeresa i ekshukar buti, ka jamen dhe isa kja informacija, ka isar të rodas amare dyzleqja ka mushtatovena. Pali kerdeda o sherutne organizatenjë e bare sherutnja, e irma, e mende pe emailja, ka te oven të kontaktja, po shukar konkretja, ka ovelen problemja a kale komunitetende. Ili oj pali kerdas amaro emisioni, ka istalo të dujt shiba, o duarom nga gjikano. Vaqerdas i sherutni Irma Baraku, ma bristen të gjanen ka i media i stalim majzorani të menjë. Të me mbut shukar të vajten të emisionja ili a kale problemja ka i situmen të komuniteti, ka i të ovem po prezent realno, të mare problemende kam diqena ka i si diskriminacija të mare minoritetes. Në emisionet tona shpesher një minutash të zgjeruara u kemi kushtuar problemeve që lidhen me dhunën në familje, ku kemi sjellë dhe shembuj konkrete dhe kjo për vetë fakti pasi dhuna familje është kthyer në një problem të mprehtë social për shoqërinë e sotme shqiptare. Për psikologen Eva Thimio, problemet sociale kanë një ndikim jo të vogël në jetën tonë të përditshme. Dhuna në familje është kthyer në një problem të mprehtë social për shoqërinë e sotme shqiptare. Për psikologen Eva Thimo, problemet sociale kanë një ndikim jo të vogël në jetën tonë të përditshme. Sipas saj, varfëria, papunësia, niveli arsimor, por edhe problemet e tjera janë nga faktorët kryesor të dhunës në jetën familjare, por edhe më gjerë. Dhuna është një fenomen social i cili ekziston edhe në vendin tonë dhe madje kohët e fundit ka një vëmendje të madhe edhe nga institucionet tona, të cilat punojnë për sa i përket edhe trajtimit të rasteve, por edhe parandalimit. Për sa i përket shkaqeve të dhunës, do të thoya që janë një sër faktor të cilët ndikojnë dhe ndërto mund të përmendja faktorin social, faktor ekonomik, niveli varfërisë, se jo dhe aspektin kulturor ose faktorët kulturor. Mund të përmendim mentalitetin tonë ose dhe format e familjes, sidomos ato patriarkale. Problemi bëhet edhe më kompleks atëherë kur këto faktorë ndërthuren me njëri tjetrin dhe e vështirësojnë edhe më tepër trajtimin e rasteve. Madje ka mjaft gra të cilat e referojnë dhunën në institucionet përkatëse, madje shpeshherë ato kërkojnë edhe ndihmën e specialistit, pse jo të psikologut. Sigurisht, sa herë që ato kërkojnë ndihmë, bëhet maksimumi për to, qoftë nga institucionet, por edhe nga psikologët. Madje ndihma ndaj tyre ofrohet dhe falas, pra ato nuk paguajnë për të lloj shërbimi. Komuniteti rom ka një sër problemesh të cilat lidhen me këto faktor, pra me faktorën social dhe ekonomik. Dhe padyshim që një pjesë e madhe e tyre janë ata që edhe referojnë rastet dhe i sjellin tek këto institucione. Pasojat se dhunës tek fëmijët janë akoma edhe më të rënda. Profili tyre është profili fëmijëve të abuzuar, të cilët shpeshherë janë të ndrydhur, të mbyllur brenda vetvetes, shfaqin ndjenjën e frikës, por nga ana tjetër kanë edhe probleme me sjelljen. Mund të shikojmë edhe fëmijë të cilët janë agresiv. Gjithashtu, si të rriturit edhe fëmijët preken nga shëndeti mendor si rezultati i dhunës në familje. Dhe këtu do të përmendja një sër çrregullimesh psikologjike të cilat ndodhin tek fëmijët. Dhe këto mund të jenë probleme të ankthit, të stresit apo të depresionit duke shkuar dhe në rastet më ekstreme deri tek vetvrasjet. Në fakt mesazhi im do të ishte ndaj të gjitha vajzave dhe grave
të cilat do t'ju thoja të mos heshtin, por ta referojnë dhunën, të shkojnë tek institucionet përkatëse dhe pse jo të kërkojnë ndihmën e specialistit, në këtë rast psikologut. Amare emisioniste butfora anlam i problematika. Na mari peko shipe tu mare familjente, nanaj shukar. Sa gjanena u ka fenomeni që ti gjalla bariola po but. Nanaj shukar sare populaciace. Ka i sinam mashkare toto stipe. Po shukar tu me shune so peneda amari sociologe i evathimo. Ka jo problemja social-ekonomike i stalo jek faktori amare divesende akëna. Le dham jek intervista kati sociologja Eva Thimo, ka i stali të kurtaripe e familjenje, ka i silen problemja socialno-ekonomike. Daha maj pobute maksëmenje ka i silen problemja ka i niklona të droma, ka i manjena. Puqiola e sociologja sustaravena o koshibeto familje, o i vaqereda ka jo jek problemi i stalo qororipe, soratan avena sareo butja phanle. Sar bi qerengo, bi butjengo, bi shkolache, but qorore. Na najlen te vaqeras i ekshukarja shamachi, sar manusha, so karodesa kale familjendar. Te vaqeres ili o dyzleqi, na naj samo familje e komunitetenje. Istale ili familje ka i sile na kja problema. To familje sar gjanjola o rom mudareda peromna. Katar o këskan machi avena kale butja. Sa vaqereda i sociologe i evathimo me gjanava but familje ka i silen a kale problemja. To familje me dava drom, ka i te oven to kurtaripe, ka i ma te ovelen maripe to familje. E me maksëmen biçavasalen të shkolle, ka i ma te gjan të manjen të droma, a kja buti me qeravada e vaver organizatencar, ka i stale amare komunate Korça. Dhe tani uftojmë të ndjekim kronikën, të njohim gjuhën rome. Akënate avasamen amare rubrikasa të gjanasar vaqerdoveda amari qip romani. U gjeni pe romandikano, to jek gjikaj to desh. Numrat nga 1 deri në 10. Jek, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 4, 5, 5, shov, 6, 7, 7, 8, 8, e 1, 9, desh. 10. Ishte ky emisioni përjapshëm shqipëromisht, na njihni pastaj na paragjykoni. Këtë emision mund ta ndiqni edhe në televizionet lokale, në Korçë TV Kristal Plus, TV Lobby, si dhe në Pogradec Sot Shtata. Gjithashtu mund ta ndiqni edhe në faqen tonë të internetit disutni-albania-webs.com. Akova emisioni amendasales je korak të kurko, sarto televizioni TV Kristal, TV Lobby, MTV Efta Pogradec, ili to internet disutni Albania webs.com. E prapondajemi dhe për sot të nderuar teleshikues, miru takofshim në emisionet të tjera. Shukar dikipe to vavera emisionia ti romani qip, em ti gajikani qip.